Të paktën 15.000 persona mund të kenë vdekur në protestat anti-regjim të mbajtur në Iran, ku autoritetet po përdorin pajisje zbulimi për të lokalizuar satelitët e Starlink për të parandaluar që lajmet të dalin jashtë vendit. Lajmin e ka bërë të ditur për Euronews aktivisti iranian Ilya Hashemi, sipas të cilit shërbimi i internetit në Iran është ndërprer tërësisht prej 112 orëve dhe të vetmet informacione që kanë kaluar kanë qenë ato nga njerëzit e lidhur përmes linjës satelitore Starlink. Situata aktualisht është kaotike, me vrasje në masë të madhe, vlerësimet sugjerojnë për të paktën 15.000 të vdekur, ka thënë Hashemi. Ai ka shtuar se për llogaritjet i kishte bërë pasi kishte kontaktuar stafin mjekësor në spitalet e Teheranit, Shirazit, Rashtit dhe Kermanit, që janë qytetet kryesore të Republikës Islamike. Ndërkohë, kreu i mjekësisë ligjore iraniane ja ka vënë fajin për vdekjen e demonstruesve atyre që i ka quajtur terrorist, duke thënë se nga ekzaminimet është zbuluar se disa nga viktimat kishin fytyn e prerë dhe të tjerë ishin qelluar nga afër me armgjahu. Duke folur në një seancë të Këshillit Suprem Gjyqësor, mjeku Abaz Masjedi Arani ka nënvizuar se një numër i konsiderueshëm viktimash ishin vrarë me thikë dhe me pushkë me dy tyta, por pretendimet e tij kanë qenë vetëm në formë verbale, të pashoqëruara nga fotografi të viktimave apo prova shkencore. Gjithashtu Euronews e ka pasur të pamundur t'i verifikojë ato në mënyrë të pavarur. Deklarata vjen pas një ndryshimi të qendrimit zyrtar të qeverisë iraniane. Ministri i Drejtësisë ka deklaruar për gazetarët të mërkurën se çdo prani në rrugët e kryeqytetit pas datës 8 janar do të konsiderohet një akt kriminal.